Në botën e showbizit shqiptar, pak histori kanë arritur të mbajnë publikun kaq të lidhur pas ekranit sa ajo e Bora Zemanit dhe Donald Veshajt, një çift që lindi në dritën e projektorëve, u nda në sytë e publikut dhe më pas u ribashkua po në të njëjtën mënyrë. Kjo histori ka pasur gjithçka: dashuri, heshtje, gabime, rikthime dhe mbi të gjitha një publik që ka ndjekur çdo hap të tyre sikur të ishte pjesë e vetjetëve të tyre. Këtë javë në rrjetet sociale dhe portale, vëmendja është kthyer sërish tek ata për shkak të mungesës së postimeve të përbashkëta. Një detaj i thjesht, por që në këtë raport ka qenë gjithmonë një pikë ndezjeje. Historia e tyre filloi si një romancë brenda botës së televizionit. Bora dhe Donaldi u panë shpesh bashk, duke shkëmbyer vëmendje, batuta, fragmente të vogla të jetës së përditshme që krijuan te publiku idenë e një çifti natyral, të thjeshtë dhe të sinqert. Ata nuk kishin nevojë të bënin teatr, sepse prezenca e tyre fliste vetë, dhe pikërisht kjo thjeshtësi i bëri aq të dashur. Mira njerëz për vite me radhë i panë si simbol të një dashurie të qetë, të pjekur dhe të qëndrueshme. Por siç ndodh shpesh me historitë e përfshira në vëmendjen publike, momentet e mira nuk zjatën shumë. Ndërhyrja e realitetit televiziv, presioni i famës, përfshirja e situatave emocionale brenda Big Brother VIP, sollën një thyerje të fortë mes tyre. Publiku e kujton shumë mirë periudhën e famshme ku Donaldi u përfshi në një romancë tjetër, në sytë e miliona shikuesve. Bora heshti, dhe kjo heshtje u bë më e fortë se çdo dekerat. Opinioni publik u nda në dy kampe, rrjetet u ndezën dhe për muaj të tërë, emri i tyre u diskutua çdo ditë. Në atë kohë, askush nuk do ta kishte menduar që një ditë ata të dy do të ribashkoheshin. Dashuria e plagosur dukej e pamundur të shërohej. Por koha, si gjithmonë, bëri të vetën. Larg kamerave, larg rrjeteve sociale, larg syrit kureshtar të publikut, Bora dhe Donaldi rikthyen komunikimin. Jo si dikur, jo me deklarata të mëdha, por me takime të heshtura, me dialog, me rrëfim, me shpjegim, me falje. Sepse në fund të ditës edhe njerëzit e famshëm janë njerëz, kanë nevojë të kuptojnë dhe të kuptohen. Ribashkimi i tyre ndodhi më qetë nga të shpritej. Nuk pati konferenca, nuk pati buj, thjesht një shfaqje e vogël, një foto, një moment që kuptuan të gjithë. Ata janë sërish bashk. Por tani, pas shumë muajsh ku çdo postim, çdo video, çdo dalje publike e tyre ishte argument që ata ishin të lumtur, ka nisur sërish një val diskutimesh. Arsyeja? Mungesa e postimeve të fundit të përbashkëta. Në rrjet ka filluar të qarkulloj pyetja: apo ndodh diçka mes tyre? Dhe për ironi, këto dy figura, që shpesh janë akuzuar se e ekspozojnë jetën, këtë herë janë duke bërë pikërisht të kundërtën, janë të tërhequr. Sipas burimeve të afërta me produksionet ku ata punojnë, nuk ka ndarje, nuk ka konflikt, por ka ndryshim prioritetesh. Donaldi është i angazhuar me projekte televizive, teatr dhe platforma të reja digjitale. Bora nga ana tjetër është fokusuar te prezantimi, te familja dhe te stabilizimi i një ritmi të ri profesional. Nuk ka dram, por ka ritme të ndryshme. Dhe kjo është ajo që publiku ndonjëherë haron. Dashuria nuk ka detyrim të ekspozohet çdo ditë në Instagram. Historia e tyre mbetet një dëshmi se dashuria shpesh nuk vdes, por transformohet. Nuk është gjithmonë e zhurmshme, nuk është gjithmonë e dukshme, ndonjëherë është thjesht pranë, pa nevojë për fjalë. Bora dhe Donaldi janë ende bashk. Thjesht këtë herë, po e jetojnë lidhjen e tyre për vete, jo për t'ua treguar të tjerëve.